Na kemë sankcione, sepse na s'kena ditë mishit ka uzën të në drejt. Dhe kush s'ka ditë? S'ka ditë Albin Kurti. Sepse u bëryt para se më shku atje. Që njerë më së bërët dhe ta afrohesh atje. Kur ta afrohesh krye punën, edhe më së bërët heq. Dhe krye punën edhe mishtë maj për masë. Qartë është, mos bëm për ti, bravo. A keni net me edhe në taku me Hashim Thoshin para luftës edhe pas luftës? Po mëre, Hashim Thoshin para luftës, a e konë shok i gjeneratës, kem nejtë, a e shtu konë e njëfë shumë, a e konë forum rinor bashkë me mu. Pa konë letë ka Hashimi, po? Po mëre, a e ka pas tentu më bon dhe kryetar. Kryetar. E su konë pas bon. U pas bon për një kohë, u konë bo jashtë leshë, ose jashtë statutit, dhe e kanë pas rëdu prapë. Edhe gjatë luftës jemi taku, edhe pas luftës jemi taku, unë jemi konë dhe në zyretina. Kemi në gjaun Hashimi mirë, ata e më gjemë mu. Këtë problemin e kam posë e familjet tona, njën në vetin, njëm edhe familjen, edhe prej ardhen, e dim edhe kush u konë bobe, babgjyshi jeme, babgjyshi tije, unë i kam dojtë e babgjyshit mbroj. Dojtë e babgjyshit tem i kam mbroj. Mbroj? Po bashkë mbroj. Në më pirata që po? Dojtë e vetë mbroj. Më dojnë ka shalë, e kena ata janë thasë, për ne kem shalë. Se unë dy fise e mbroj. Me Sami Lishtokun, generalin, ki raportet mira? Po, në kom posë gjithë raportet mira me Samin, ne nuk nga ka ndo politika me Sami Lishtokun. Sepse a i ka posë, e ka do shtoj Berojgjën, edhe a i ka qenë kunder komunikatës? Jo, kunder, po e ka nënshkru, i vetë minjeri pari që ka nënshkru kunder komunikatës dhe ka orë konflikt me shtofën e përgjithshëm, o Samia. Bravo. Kemi rëtën të radogjitë. Dhe unë e falenderoj kajmë shku e falenderoj zëtë edhe djetë të gjithë kohën e falenderoj, sepse në atë kohë konë këgja problem. Me nënshkru, me dollë kundër shtofit përgjithshëm, ose kundër një komunikatët shtofit përgjithshëm. Dhe tash ishte edhe një komunikata e numër 45 dhe me keshë të kja, jo me jemi këqyrë. Po, para se me kalu aty, dhe më thonë, Sami Lishtoku nuk diskutuat që ka qenë luftari urve të para të ushtrisë ligjëtare të Kosovës, bashkë me ty, që ti ka shkëshe për mena, është ashtu ajo? Po, e vërtet ajo. Po, se një avokat, dhe më thonë që e kena posë para 2 javë, ka orë ka thonë që kush më thëtë mund që e ka po Sami Lishtokun qëftë edhe një urë në luftë, në front të luftës, unë e thamë të kundërtën, dhe me thonë, dhe me këpibje kjo që A i the kjo unë më kontrëproje Samis, ata ka probleme me zveti dhe ato problemet me zveti që i kanë, ato e në qështetyn e unë spëzina në probleme që nuk jam, unë i treti nuk inë problemet e vërtet, po, a i nuk mund me ditë më mirë se ti. Po ta spjegoj une. Në vitin 1993 është kryu aksioni në të rruga 3 në Drenas. Edhe e ka busë Sami Lishtoku me shok vetë. Bravo. Në vitin 1993. Samia u këthy për lufte, në luftë për Gjermanie, mas i vro Adebi. Dhe unë me Samin e në shku në prekaz, dikun ka 28 marsa, nuk e di sa u konë, po Ademi u vro me 5, ta një den 7-8 që në bovarrimit, ata e kanë mojtë pomën minë hen të rifatit, 5-6 ditë, 3-4 ditë të sot, dhe në bo bashkë në ardhë, Shqipni, për Shqipni, dikun, në Drenis kanë rritë dikun sigurisht me 20, se disë të do dhe mars, ose 23-4. Ta një dhe disa ditë kanë e aty, po unë, Muslik Geci, Afrim Geci, Sajt Jashari, jena njësë pej Likurci, me shku në prekaz. Edhe, jena nëllë në kryshet se ka një nipë Samia, edhe i tash është njën dentist, njën të mëke, edhe jena nëllë aty, këmë hongër dark, edhe që aty ka jekë fotografinë e Ibrahim Gozë, ka po fish ka shti kapter. Samia? Po, dhe me thonë është problemi që, jo vetëm aty, po në periuda Drenicës, është bo luft me fotografitë Ibrahim Gozë. Ka pos plak që ka po kallë krejt shpinë se kur s'kini mjekë. Dhe kjo ka qenë ajo që Omelekeja e ka pru. Ajo Omelekeja që të më në organizata Marxist-Leniniste. Ata, sepse, është të një problem qytetërisht që dhëtë studim. Qëre, këta komunizat dhe majtisat, këta livduhen që e kanë rrugë Shqipnin. Po në kuën e nacionalistave Shqipnia ka pos 74.000 km katëror. 74.000 km. Në Kosovën, në vilajetin e Kosovës, që u konë bashkë me Shqipnin atë ku, janë hopë gjitha shkolla. Ernest Kolishi, një nacionalist, i ka hopë gjitha shkolla. Dhe tash, janë udhët që ne do të me studiu, cilat janë udhët, për shembull. Është udha e Leninit, e Morësit e Engilsit, e Titës e Enver Hoxhës, e Fadil Hoxhës,
e Dušan Mogoshe Miladin Popovićit, dhe janë udhë e Mitat Frashit, Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhes, Mehmet Gaditës, Ibrahim Rëgovës, Adem Jasharit, Zahir Pajezidit e Sali Qekut, që të ndohën udhë. Dhe tash, na jena në qëtë udhën e Mitat Frashit, na jena në qëtë udhën e Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhes, Mehmet Gaditës, Bajraktarit Laushës, Adem Jasharit, Sali Qekut, Ibrahim Rëgovës, e Zahir Pajezidit. Edhe ata janë në udhën e Enver Hoxhës, Dušan Mogoshës, Titës, Miladin Popovićit, ta shqyën prish, Fadil Hoxhës, ta shqyën prish në me veti, unë nuk kam vaj, po den 49 është në Shqipni, edhe në Kosovë, edhe në Jugoslavi, është piskot Tito Enver Stalin. Den 49, Tito Enver Stalin, edhe një parullë kam që të shkrune 1946 në Shqipni, në ndihmove Tito që të arrim lirin. Në të një të dojnë, nacionalista më nënë me dojnë jeni titista. Po çfarë titista më në, në ka vyt tita, në ka vro krejt familjen, në ka premë, në ka shkatru krejt, kur shkollas në ka leo. Dash këta dojnë, dhe më dhë këta marë si istat, kur prishën dhe Hoxha me titën, këta nuk ju prish për Kosovë. Stalinin ju prish. Këta në dojnë për Kosovë. Çfarë Kosovë, për Stalinin. A Stalini u kon pas tita, u kon pas prish me Stalinin, këta u bënë me Stalinin në shojshin titën. Kush e shek këtë emision mund me thonë qysh nga një gecë të mon shok edhe me ki mirë me Samir Ishtokun me Ashimin ju? Po në kose të athet diçka ka shkruar Samia ka nënshkru kundër komunikatës. E vërtet? E tash qysh me konën edhe me aton që e ka shkru komunikatën edhe me këto që e ka kundërshtu. Dhe më thonë sigur dje që... Sa mund me konë, Samia vetë më bujna. Ja duhet me konë aton që ka shkru shak, ja me këto që e ka kundërshtu. E ke spigu shumë herë në për studiet televizive, për të unë se ke thonë asë njerë. Pse në konë shpe Kadri Veseli edhe që më thonë që dolme në tem fillim që thamë ato. Se e lam si në gjysë, bësa. Kom pas spjegu, sepse këtë probleme të komunikata. Ata nuk unë azem sylla, ata të shenë suk azem sylla, azem sylla, Recep Selimi, që më tha që tani Milajm Zeka, suko kë, po kë, i ka thok kë kështu, dhe ju zbulu e vërteta, dhe më thonë ta shëve me vërteta, u dalë në televizion, në komuna me i ka sojna që ato në duka gjithë, apo mundet me i. S'po mundesh me i ka soj që ato për para prokurorës, së në i kështu, së këmë thonë, që shurë nuk mujtë me ditë, kush ka shkru komunikatën? Për mi ditë nuk ka shkru komunikatën, nuk dojtë me konë janë atin shtatë përgjeshëm, më bo antari shtabit, tani me dojtë më bo ka një ketë, e tani me shkru këndër veti. Nuk s'ku mujtë, ata ja kanë ditë, ata që vinë konë shtabë. Ata po vlazin për një djetit, që po thujnë ata, cila më vërtet ata. Ata jenë konë nutë të ti, pas e konë? Jenë konë nutë jetu lagecit, nuk jenë konë, për nutë jetu lagecit, edhe aty, ata shë dhe ma herët, kemi diskutu këtë qëtë qështë që e diskutuva që ta shtu. Asë një prezje, asë një pikë, nuk ka pos qëtu.